Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi në Bruksel se nënshkrimi i një memorandumi ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes paraqet shkelje të një marrëveshje nën-rajonale dhe shtoi se është pothuajse i sigurt se NATO-ja nuk është e informuar për këtë. Vučić, duke ju përgjigjur pyetjes së një gazetari pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, konfirmoi se kjo ishte një nga temat e bisedës që ai ngriti. Kjo është shkelje e të ashtë i quatërës marrëveshje nën-rajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996, por ne kemi parë nga reagimet e Kroacisë dhe disa pjesë të tjera të rajonit se ata nuk janë shumë të interesuar për të. Janë pothuajse i bindur se NATO-ja as që ishte informuar dhe se as që u është thënë se cilat marrëveshje janë shkelur, tha Vučić. Ai shtoi se nuk mendon se për këtë do të shqetësohen Prishtina, Zagrebi apo Tirana. Na takon neve për më tepër t'i teksojmë zotrit Rutte dhe njerëzve në NATO dhe gjithë të tjerëve se kjo është një shkelje e asaj që është pranuar, nënshkruar dhe respektuar që nga viti 1996 na takon neve të kuptojmë realitetin dhe të përgatitemi për të ardhmen në përputhje me rrethanat, u shpreh mëtej presidenti serb. Sa kaq Kosova, Shqipëria dhe Kroacia nënshkruan deklaratën për forcimin e bashkëpunimit mbrojtjes, ndërsa Serbia tha se do të kërkojë një shpjegim urgjent nga Ministrit e Jashtme të Kroacisë dhe Shqipërisë në lidhje me dokumentin e nënshkruar. Deklarata e cila thuhet se kontribuon në sigurinë e Evropës juglindore është nënshkruar në Tiranë nga ministrat e mbrojtjes së tre vendeve e Jug Maqedonci, Piro Vengu dhe Ivan Anušić. Ata kanë hapur një garë armatimesh në rajonin ton. Është një situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre dhe do ta ruajmë vendin ton. Do t'i pengojmë ata dhe gjithmonë do të mbrojmë me sukses ndaj çdo agresori mundshëm, qoftë edhe një agresor kaq i fuqishëm, tha Vučići. Ai pohoi se me Rutten ka diskutuar për të gjitha çështjet e rëndësishme, bashkëpunimi, situata në Kosovë dhe marrëdhëniet mes ushtrisë serbe dhe KFOR-it, si dhe situata në Bosnjë dhe Hercegovinë, pas urdhrit për arrestimin e Milorad Dodik. Vučići gjithashtu vlerësoi se sot ishte një ditë e suksesshme për Serbinë.